Parlamentit Evropian, dhe raporti i Bashkimit Evropian, le të themi edhe raporti ndërkombëtar. Raporti për zgjedhjet së radhe ka qenë disi më pozitiv se herët e tjera. Nuk po them që ka qenë perfekt dhe shumë i mirë, por ka qenë diçka më pak negativ se herët e tjera. Dhe kjo sigurisht nëse është më pak negativ se herët e tjera, tregon që ka qenë më shumë probleme ka pas opozita. Dhe kjo sigurisht shpjegon dhe agresivitetin e opozitës. Kjo ndërhyrja që bën sot të popullore të djathtë europian, kjo tërheqja e veshit djathtë Berishës, si e shikon në këtë aspekt, pra në atë ndryshimin e konceptit të bëhet opozitë shqiptare. Sepse ky vend ka nevojë për opozitë. Ky vend pa opozitë do bëhet edhe më keq. S'ka rëndësi kush i fiton. Ka një hare dhe ekstaz tek e djathta që ja sot u hapën dyert edhe tek Partia Demokratike, ja te lideri jon është i pranuar nga partitë të cilët janë përfaqësuar në shumë vende të Bashkimit Evropian, por duhet të ndajmë 3-4 gjëra. Së pari, fakti që zoti Berisha i sjell këtu partitë tregon që në vetdije ka një bindje që izolimi i tij ka krijuar kosto atij, subjektit politik dhe edhe simpatizantëve të cilët e mbështesin atë. Së dyti, duhet të ndajmë çështjen e besimit që t'japin institucionet e Bashkimit Evropian dhe besimit që t'japin partisë si motra europiane. Ky takim është një takim brenda partive si motra popullore, e cila mund të ndodhë shumë mirë në Shqipëri, mund të ndodhë shumë mirë në Paris, mund të ndodhë shumë mirë në Berlin, dhe domethënia e saj nuk është asgjë në aspektin e problemit që ka Partia Demokratike. Do të përshtypje që nuk dolën me një deklaratë. Ja, do ta them tani, do ta them atë. Po fakti që kanë ardhur herë është lajm i mirë, por ky lajm duhet marrë me rezerva, sepse është një solidaritet mes partive, nuk është një solidaritet mes Partisë Demokratike apo mes Partisë Demokratike dhe pranimit të institucioneve të rëndësishëm. Nuk duket tamam kështu, duket sikur unë kështu do ta lexoja për vete, për nuk pash një entuziazëm te zoti Berisha me leximi im. Zoti Berisha jo, po të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike. Unë isha sot në çështje interpretimi është kjo tani, po unë po përpiqem të kuptoj simbolik, a do flasim me radhë apo? Dhe ai e thoshte me një, jo, po nga që naftoi edhe në debat edhe. Po s'është debat, unë do ta marroj iden, pastaj. Jo, ka një lloj entuziazmi që ja thoya te anëtarët. Jo, ndoshta jo tek lideri, por tek anëtarët e Partisë Demokratike kanë vrejtur këtë sot. Është një solidaritet, apo është një entuziazm i cili është mbi formë, nuk është mbi përmbajtje. Entuziazmi i simpatizantëve të Partisë Demokratike do të ishte në rastin kur përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, ministra, president, vende anëtarë të Bashkimit Evropian të vinin dhe ta takonin zotin Berisha. Por fakti që nuk ka ndodhur sot, takon ta them që në nivel institucional izolimi i zotit Berisha vazhdon. Në nivel partijak zoti Berisha është i pranuar brenda partive si motra. Kjo është ajo çfarë duhet ndajmë mes entuziazmit të demokratëve dhe realitetin në cilën ndodhet Partia Demokratike. Elementi i dytë që lidhet me a pat një deklaratë nga përfaqësues të partive si motra, apo pse ishte i zbutur zoti Berisha, sigurisht mund të lidhet edhe me trajektorën dhe strategjinë e zotit Berisha, e cila nuk është mbështetur dhe nuk është parë me shumë optimizëm nga partitë si motra, dhe ata kanë eksperiencë dhe strategjinë e dhunës, e cila mund të duket interesante në një moment caktuar, ku ajo kthehet në qëllim vetvete, në asnjë vend Bashkimit Evropian nuk është se ka dhënë rezultat. Pse duhet t'japet Shqipëri? Dhe në këtë kuptim mund të jetë edhe një tërheqje veshje apo një ndryshim kursi zotit Berisha që manifestohet edhe tek gjua që përdorin ndaj gazetarëve. Unë këtu tani vi tek elementi që e marr me skepticizëm të gjithë këtë gjë, në kuptimin që edhe zoti Rama, ku ka një situatë sikletshme, kur është takime me ndërkombëtarë të shumë i zbutur dhe shumë i moderuar, por kur harohet takimi mas një javë apo 2 javë, kthehet në habitatin e vet. Edhe zoti Berisha nuk ka arsye të mos kthehet në habitatin e vet. Që nesër thua? Që nesër patjetër. Kjo është ajo çfarë do thoja. Pra që Tullumbace është fryrë për mua, nuk është një. A lund mbaroj se patjetër. Tani, është çështja e kompleksitetit, duket sikur Partia Demokratike ka ndërtuar si kompleks këtë mbështetjen nga ndërkombëtarët, duke qenë se është kompleksi non gradus e para. Patjetër. McAllister i dyti që nuk refuzoi ta takonte liderin e Partisë Demokratike. Opinioni publik, analizat politike që e trajtojnë si gati të izoluar nga takimet ndërkombëtare, nga qasja ndërkombëtare, dhe tërheqja e vrejtjes dhe duke ditur dhe duke bërë dhe një lloj refleksioni që dhuna, zjarri, molotovi janë të dëmshme dhe duke bërë gjithë këto teknika që do të jenë të kritikueshme, atëherë kjo vjen dhe ndërton një kompleks dhe e ka ndërtuar brenda Partisë Demokratike këtë kompleks, jo vetëm për liderin,
por e shikoj shumë tek antarët që janë të kompleksuar dhe në momentin e parë që lideri i Partisë Demokratike takon qoftë edhe këtë një delegacion që mund të jetë të random, e kupton, të këtyre partive si motra, ata e trajtojnë që ja u takuan dhe unë thash e ndjeva këtë sot në studio televizive entuziazmin që po jo nuk u takua me Kalister, por ishte sot delegacioni i Bashkimit Evropian, ndërkohë që ky si ishte praktikisht delegacion vetvete i Bashkimit Evropian, ishte delegacion politik, po themi një partie popullore. Dhe gjithë pyetja është pse erdhën kaq vonë, ndërkohë që sipas Berishës duhet vinin në gusht vitit kaluar. Kjo tregon që ata kanë pritur raportin e OSBE-s, kanë pritur raportin e Parlamentit Evropian. Dhe pastaj po vjen. Ka tregon që kanë doza skepticizmi ndaj asaj që dëgjojnë se sigurisht. Dhe ky entuziazmi ndihet më shumë, siç e thash, tek antarët si rrjedhojë e këtij kompleksiteti që është ndërtuar. Dhe shumë e gabuar është që vazhdon në çdo analizë, në çdo diskutim që bëhet, trajtohet vjedhja e zgjedhjeve. Dhe kjo sot nuk e dëgjoj nga Berisha. Farsën elektorale sot nuk e dëgjoj. Kjo është absurde. Sot nuk e dëgjoj. Të vazhdosh dhe të thuash që reflektimi filloi, këtu pastaj reflektimi mund të ketë filluar, po të vazhdosh me analizën që raporti OSBE Odirit nuk i ka njohur zgjedhjet, apo që raporti OSBE Odirit thotë që zgjedhjet janë të vjedhura, kjo është absurde se ne kemi lexuar gjithë raportin OSBE Odirit dhe kemi parë se çfarë mbart edhe por që nga retorika e zotit Berisha, ai duket më i zbutur, por nëse nesër, pas nesër do bie efekti dhe zbutja e tij do kaloj prap në agresivitet. Kemi të shtunë protestë. Vlen të shihet. Pra do të jetë protestë e reformuar me nuanca romantike, romantizimi, kuptimin nga Molotovi tek bllokimi rrugëve, apo do shkojë nga Molotovi tek shtimi i masës Molotovit në përdorim. Kështu që ta shikojmë edhe çfarë efekti real do t'japi takimi sotën. Beko si e pret protestën e shtunës. Ja, përpara se të shkojë te protesta. Sepse kam përshtypjen që protestat të shtunës, në këto dhuna e këtyre protestave ka treguar që nuk prodhon diçka përveç një situate themi bezdisse në kryeqytet. Po a mund të kthehet protesta e shtunës në një test nëse Partia Demokratike, me zotin Berisha, kuptohet, do ta marrë seriozisht bërën opozit, apo do vazhdoj seriozisht në rrugën e Molotovëve? Po, pra, vetëm një fjali për delegacionin që ka ardhur sot, do të them ata kanë ardhur pa dyshim për shkak të një lobimi të fortë që është bërë nga eksponent të caktuar të Partisë Demokratike me mbështetjen e zotit Berisha, por edhe për t'i shërbyer zotit Berisha për treguar që ata janë të vlefshëm pranë tij dhe kthimi i tyre pranë Berishës nuk ka qenë kot, por je produktivitet në raport me kompleksin që ka Berisha. Pra t'i japim merita Joridës, thotë. Jorida, Albana ka peshën e meritën e vet aty, sepse është e vjetër dhe ka njohjet e veta, por te Partia Popullore Evropiane edhe për rolin që ka në organizatën e grave, por është lobim u duhet që të vinte këtu. Ne t'ja njohim të meritë. Më shumë ka qenë është një vizitë testuese edhe nga natyre, po e vutre juve në moment që u largua Berisha tha që do marrim këshilla prej tyre, do presim këshilla prej. Ky është revolucioni i madh që Berisha të pranojë këshilla. Po pra, kështu që ky do të jetë raporti që ka ndërtuar Berisha me Partinë Popullore Evropiane të paktën, nëse rasti më i mirë do të jetë nëse do jetë dëgjuesi i mirë i rekomandimeve të tyre, do të jetë mirë për atë dhe për Partinë Demokratike. Jo se ai do të bëjë një transformim rrjedhësor, se në këtë moshë me atë lloj filozofie që ka ai me berishizmin është vështirë domethënë ta ndryshoj qoftë lëkurën për fasadë, jo më për mbajtjen. Tani si do të jetë protesta? Në dilem do jetë Berisha pas këtij presioni që është bërë, jam në kaluar nga me Kalister. Unë themi kalon efekti deri nesër. Edhe pas vizitës së këtyre, por natyrisht dakord bëmi këtu, ai kthehet në habitat shumë shpejt. Shumë shpejt. Kthehet shpejt në habitat. Pletor. Dhe nuk përfitojë dot asgjë. I ka rënë pak qimet, po një lëkurë ka. Po pra ujku. Dilema është ujku, lëkura dhe zakoni. Do dëgjoj partisë si Motra që me eksperiencat e tyre ti implementoj tek Partia Demokratike dhe automatikisht duhet të rriqet vetë dhe gjithë leadershipi i tij, apo do bëj sikur të dëgjoj për shkak të një imazhi që do të krijoj publik për 2-3 ditë dhe të kthehet tek qëllimi i tij dhe tek strategjia e tij. Unë mendoj që e dyta ka më shumë rëndësi për të sa ka e para, se ai e ka eksperiencë, më ka nevojë të vinë partitë kryetare apo profesorët Partisë së Motra të tregojnë se si funksionon Partia Demokratike. Po ai e ka menduar që Partia Demokratike funksionon sipas